që vajzave që po t'ja shohim një... Me kalimin e kohës jo, asaj jo ma jo. Shohim nga stilet të ndryshme edhe me fustane. Po, qdo herë ma shumë, po shohim edhe meshkuj me fustane, me gjonat të ndryshme që janë, që kanë qimë për para vetëm për femra, po tashma është përzi. Jona, atë ndodhë shpesh në rrugë ose në gjatë ndonjë eventi, ta shohësh dikë që nuk e nje dhe ti thush vetës, sa pas ka nevoj për mu, si t'ja them, si t'jap një 2-3 këshilla kështu të shpejta. Ndodhë. Ka një herë duhet në persone me pa një herë vetëm pasqyre dhe me pa sidomos se qka i rrën bukur e qka jo. Shpesh herë na me veshje e deformojmë trupin tonë. Që mos me udogë bukur. Pra po thua që është shumë rëndësishme që ajo veshjet mos shihet në trupin e modeles kur duam ta blejmë online, po ta imagjinojmë si na rrin neve. Po ta imagjinojmë si na rrin neve, sepse në trupin e një modeles gjithçka duket bukur. Po kur del që ajo veshjet tani mas nej, kur e vesh dikush tjetër me një trup normal, që nuk është modele, shpesh herë den edhe mos më duk ma bukur. Qa është gjëja e parë që të bje në sy kur takohesh me dikë, pra nga veshja, nga stili? Çka të bën përshtypje më tepër? Gjanat kur janë shumë të ngushta që nuk duken bukur, kur janë sidomos në një trup që është... Për kishemi mas më të vogël se që jemi, a? Okej. Po, ajo është tani, sidomos pantollat e shtofit, kur ti hapet gjepi, që nuk, edhe ajo nuk do këtë bukur që është mas me e vogël se e trupit. Ajo, për mendimin tam është tabu. Okej. Kjo për vajzat edhe për djemët në të gjithë. Kjo është... Mos në ndihen djemët të diskriminuar nga këtë sistem, se është edhe për ta, sepse Jehona, veç se është grua, nuk do të thotë që nuk mund t'jap këshilla edhe për djemët. Jo. Të ndodhë shpesh që të kërkojnë, nisur nga të afërmit tuaj? Më kërkojnë këshilla, po pa tjetër, apo do këtë bukur kjo, apo shkon kjo, është gjithmona që kërkojnë këshilla. Ka pas edhe shumë kërkesa që më kam pyet pse nuk punon ti për meshkuj, që është diçka që nashta më duhet mja fillu edhe ato, se deri tash nuk e kem. Pse ti puna diskriminon neve, nuk punon edhe për meshkuj, po punon vetëm për femra. Kështu që nashta i shkon mirë me dal pak edhe ka ajo pjesa tjetër anej. E vërtet, pse jo që të kenë sa më shumë mundësi se një mend nga njëherë edhe unë mendoj që, sidomos në tregun tonë, nëse flasim, jo që nuk ka dizajner të djemve, po janë më shumë të kostumeve më solemne, jo nga të përditshmet, ose janë si bazike, me thënë. E kanë pak një linë që shkon, edhe pse me kalimin e kohës edhe kjo ka nisë mos bëj pak, që po veshën me stile pak ma ndryshe. Po në fundit kanë fillu ka gjë mu vesh me stile pak ma ndryshe, jo me atë bazikën që e kam pas setër pantolla, këmish. Dhe që shohëm edhe kur dojnë më shku dikon në një dasëm, ose qa do që të është, femra i ka 100 sene, ndërsa mashkulle e ka pantollat këmishën setërën. E vërtet. A ka dhe regull, Jehona, që të modës, që ti i shkel edhe mendon që s'duhet jenë kaq strikte, pra të vendosura kështu si standard botror? Unë përgjithësi nuk jam shumë tepi rregullave. Shpesh herë mendoj që rregullat janë për mu thy. Nuk është që jam shumë tepi rregullave, që kjo duhet mu bë kështu edhe s'ka ndryshe. Kështu që pse mos me provu me bad një diçka të kontërt, ose pse mos me provu me dal prej qasaj që jemi mësu me pas gjithmonë. Nuk kam shumë rregulla. Okej. A ka raste kur gjatë punës tënde me zonjat, me vajzat, ku di për çfarë do raste, ato nisen krejt me një ide tjetër, edhe përfundojnë duke vesh krejt diçka tjetër, dhe sa i vështirë din të jetë ky proces? A ka raste kur e marrin për të keq këshillën tënde, sepse ti mendon që nuk i shkon si natyrë, si trup, si... Jo, nuk e marrim për keq. Po ka shumë raste që nisen ketë me një ide tjetër, vinë ketë me një ide tjetër, edhe në konsultime e sipër, në muhabet e sipër, mendojmë nashta me bë qështu është pak ma mirë, ose me bë qështu është pak ma mirë, se shkon duket pak ma bukur. Edhe dalin ketë me një ide tjetër, edhe në fond kur të realizohet, vabë sa bukur, sa mirë që nuk e bona që ashtu që shmendova.